Boeing do të shkurtoj 17.000 vende pune, do të vonoj dërgesat e para të avionit të tij të ri 777X me një vit dhe do të shënoj humbje prej 5 miliard dollarësh në tremujorin e tretë, pasi prodhuesi amerikan i avionëve vazhdon një spirale të gjatë të një greve njëmujore për shkak të kontratave të papëlqyeshme të punonjësve. Shefi ekzekutivi prodhuesit amerikan të avionëve Kelly Ortberg njoftoi përmes një mesazhi për punonjësit se Boeing duhet të zvogloj fuqinë e tij punëtore për të përshtatur me realitetin financiar, pas një greve të vazhdueshme nga 33.000 punonjës. Postet e shefave, menaxherëve dhe punëtorëve janë në rrezik. Gjatë muajve të ardhshëm ne po planifikojmë të zvogëlojmë madhësinë e fuqisë sonë totale të punës, më afërsisht 10%. Ortberg tha gjithashtu se Boeing ka njoftuar klientët se tani pret dorëzimin e avionëve të parë 777X në vitin 2026 për shkak të sfidave në zhvillim, testit të fluturimit dhe ndalimit të punës. Kompania amerikane është përballur me presionet e jashtëzakonshme financiare pas një sër dështimesh që përfshin avionët e saj vitet e fundit.